me ardhë në baza mujore ato ndihma. Dhe kësisoj se cila familje planifikon të hyrën e vetë, planifikon ndihmën, i planifikon shpenzimet. E jo me unë varë nga disponimi i kryeministrit edhe nga shpenzimet ad hoc. Cilën arsye tani? Po shqoni ju lutem kur në vazhdimsi. As mund të jetë abuzim pa kohë para mbajtjes së zgjedhjeve kjo. Kur në vazhdimsi një qeveri shpërndan fonde para zgjedhjeve e në fushat, kjo është me vërtet keq përdorim i zyrës edhe i pozicionit politik. Apo ndjenit pa barabartë në fushat? Absolutisht. Të falenderoj për këtë pyetje. Po ndihemi shumë të pa barabartë. Dhe ka si me thonë, një pa barabartësi në kuptimin e resurseve. Kjo parti politike, lëvizja vetëvendose, po shfrytëzon resurset shtetënore për të bë fushat çdo ditë. Dhe jo vetëm kuptimin e shpërndarjes të fondeve, por edhe në tjera aspekte. Përdorin krejt mekanizmin shtetënor për fushat e për zgjedhje. Kjo nuk do duhet ishte në vende tjera demokratike. Normale, po. Në vende tjera demokratike të botës, kjo është ndaluar edhe me ligj. Para fushatave dhe në fushat nuk kanë të drejtë të shfrytëzojnë aparatin shtetëror, edhe sidomos buxhetin e shtetit, që janë taksat tona në fakt. Ato janë parat tonat. Dhe këtu po i drejtohemi edhe qytetarëve të Kosovës. Ato para janë parat tona. Ne paguajmë taksa mblidhen në buxhet. E taksat i kanë mbledhur edhe prej TVSH-s nalt në çmimin e naftës që po ngritet çdo ditë e më shumë, edhe në çmimin e energjisë që po ngritet çdo ditë e më shumë. E pastaj mbledhi prej fondet prej taksave e shpërndaj kurdo që ju intereson atyre me i shpërndaj. Ju keni kauzën bashkohu në këto zgjedhje. Zogaj, si po ndikon gjithë kjo kauzë tek votuesi juaj, që ishte më herët e që pritet të kthehet, që mund të kthehet objektivisht pikpamje të përgjigjes që do t'i jap LDK-ja Kosovës së te qershorit të tutje për zhvillim ekonomik, për të krijuar një terren ku lulëzon premtimi për një Kosovë të pa traumatizuar nga luhatjet politike, nga krizat e ndryshme e kështu me radhë. Bashkohu edhe krejt ideja e bashkimit u prit shumë mirë, sidomos nga struktura tona, por tani kjo po reflekton edhe më gjerë tek qytetarët e Kosovës. Dhe ajo çfarë ne po ofrojmë tani do të dalim këto ditë edhe me platformën tonë 100 pikshe të platformën tonë ekonomike e politike për zhvillimin e vendit. Kjo po reflekton pozitivisht tek qytetarët. 100 pikë, 100 projekte. 100 projekte për Kosovën. Krejt ideja jonë, krejt vizioni është në një stabilitet politik, që pastaj reflekton edhe ofron stabilitet edhe ekonomik, edhe zhvillim për vendin. Kjo po i mungon aktualisht Kosovës, këtë po e kërkojnë qytetarët e Kosovës. Në çdo takim që kemi me ta, në çdo tubim, kërkesa e qytetarëve të Kosovës aktualisht është na duhet normalitetin këtë vend. Pra stabilitet ekonomik, stabilitet politik, janë lodhë me këtë cikël të përsëritshëm, edhe krizash, edhe zgjedhjesh, janë të lodhur edhe ne e kuptojmë këtë. Dhe ju kërkojmë edhe falje qytetarëve të Kosovës. Por ky cikël i zgjedhjeve nuk po ndodh për fajin e LDK-s. Ky cikël i zgjedhjeve po ndodh për fajin e fituesit zgjedhjeve, lëvizjes vetëvendosje, e cila i fiton 51% herën e fundit, dhe nuk është në gjendje me i kriju institucionet e vendit. Ju lutem, përgjegjësia për krijimin e institucioneve bie mbi fituesin e zgjedhjeve. E sidomos mbi një fitues me 51.1%. E tha dhe vetë me goje me zë figurë, nuk e deshti opsionin që krizën tashmang duke mbështetur zonin Vjosa Osmani. Absolutisht ka pas rrugë. Dhe kjo është politike, dhe mund ndajnë rrugë njerëz politikisht, por zonja Vjosa Osmani sipas analizave ishte më afër që mbase ti garanton të Kosovës një shmangje të krizës duke u zgjedhur presidenti. Absolutisht, dhe unë jam i bindur që ka pas disa rrugë për të zgjidhur
ngërshqen edhe për të bë zgjidhjen e, po e quajmë kështu, problemit. Edhe zgjedhjen e presidentit. Ka pas disa rrugë. Edhe ne si LDK i kemi ofruar disa alternativa. E para ka qenë edhe një president konsensual ku partitë politike ulen bashkarisht në tavolinë edhe vendosin për një president që na përfaqëson denjësisht. A i një ndjetë të talur nga Kurti, pavarësisht ju keni përgjigj takimeve kur i ftoi. Po qasja ishte shumë jo serioze, më ju thonë të drejtën, dhe dikur ne e kuptum që qasja është krejtësisht jo serioze, dhe që qëllimi nuk është me e zgjedh presidentin e vendit. Ne e kuptum dikur që qëllimi ka qenë Kurti me i marrë gjitha pozicionet politike në shtet. Pra, një parti, një individ, me i udhëheq krejt pozicionet politike. Dhe sot po e kërkon atë politike. 60%. Dhe këtë po e kërkon edhe tash. Dhe kjo është krejtësisht e kundërta me qasjen që dikur ka pas presidenti Rugova. Presidenti Rugova dhe me fitore të larta, plebiscitare, për mbi 60%, ai ka kërku marrëveshje politike. Edhe ka ofru marrëveshje politike. E besa ka kërku edhe vot për të tjerët. Ai thoshte, ju lutem, jep ju një vot edhe të tjerëve, sepse na duhet demokracia në këtë vend. Kurse sot çfarë po ndodh sot? Sot po ndodh krejtësisht e kundërta. Sot kërkohet vot veç për vete. Thot, mu mi jep një votat. Unë i dua 60%. Pse? Sepse don parti i shtet. Don shtet që kontrollohet prej një partije. Në krejt pozicionet politike, në krejt pushtetet politike. Kurse ne konsiderojmë që për demokracinë e Kosovës, për zhvillimin e një demokracie të një standardi evropian, duhet ketë balans të pushteteve. Duhet ketë. Dhe ka pas balans pushteteve në këtë vend, e ne po insistojmë që të ketë balans të pushteteve. Andaj, me një LDK më të fuqishme, me një LDK më të fortë, vjen edhe stabiliteti politik dhe vjen edhe balanci politik. Dhe kjo është kërkesa ime për qytetarët e Kosovës. Mbështeteni LDK-n, sepse me LDK të fortë forcohet shteti dhe forcohet Kosova. A ndjen ndrojtje sipas jush zoti Kurti nga ky bashkim i zonës Osmani me LDK-n? Po zoti Kurti, sikurse edhe ne i sheh sondazhet, ka qasjen to, e sheh disponimin e qytetarëve dhe e sheh që pas 7 qershorit do të ketë një rezultat të ri politik në vend dhe normalisht pastaj edhe një konstelacion të ri politik. Por jemi shumë të hapur, sikurse kemi qenë edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit. Dhe qasja është konstruktive që pas zgjedhjeve të qershorit të shohim rezultatin politik fillimisht. Rezultati politik është shumë i rëndësishëm, sepse rezultati politik që vjen prej besimit të popullit, na e cakton edhe vendin në tavolinën politike. Në podiumin e politik. Në podiumin politik, dhe në tavolinën politike. Andaj, unë gjithmonë insistoj, ta presim një rezultatin politik, e pastaj varësisht nga rezultati politik, tulemi dhe të bëjmë marrëveshje politike në këtë vend. Votuesit do dhe pju kërkojnë, mbase që mos shkoni me zotin Kurti, sepse po ndjen dhe votuesit tuaj mbase të tallur, të zhvlerësuar. Po, shiqoni, unë besoj shumë që qytetari i Kosovës më në fund e ka pa kush është bllokuesi i proceseve. Ju lutem, qofse një parti politike me 51.1% nuk arrin me bo paradoksi llojit edhe me i kriju institucionet, atëherë çfarë kërkon më shumë? Çfarë kërkon më shumë demokraci se 51.1%? Ne po t'i kishim mandatet e lëvizjes vetëvendosje, e po t'i kishim ne 57 mandate sikurse i ka sot lëvizja vetëvendosje, sot Ridvan ne do të flisnim për projekte e për zhvillim të vendit, jo për zgjedhje të reja. Këtë e them me garanci të plotë. Sepse kemi qasje pozitive. Ne do të kishim bë marrëveshje politike. I ki 51.1%. Si ka ndodhur rëndom në historikun politik. Si ka ndodhur gjithmonë, ju lutem. Ne kemi zgjedh president këtë vend, nuk po e zgjedhim presidentin e parë. Ka ndodhur në vende më demokratike që kanë traditë parlamentare të gjatë. Presidenti Rugova gjithmonë e ka dhënë pozicionin e udhëheqjes qeverisjes për arsye se ka dashur marrëveshje politike. Sakt. Edhe ka dashur demokracinë këtë vend.
sepse 80 vota nuk arrihen ndryshe pa marrëveshje politike. Ka qenë i vetëdijshëm ish presidenti Ilir Rregulla për nevojën që venit të konsolidohen pikpamjet një demokracie, të etablohet, megjithëse vështirë, po të nisë vullnetshëm edhe pa lëkundur të etablohet demokracia. Dhe ne i kemi pa rezultatet e kësaj qasje, konstruktive, demokratike. I kemi pa rezultatet. U shpat pavarësia, është zhvillu Kosova deri sot. Dhe është krejtësisht e pa drejtë, dhe e pa sinqert, me thonë që nuk është bë asgjë në këtë vend. E gjeta në 20 Kosovën, vite, thotë e gjeta në podrum, e të mbushur me ujë. Kjo është edhe ofendim për qytetarët e këtij vendi. Edhe për njerëz që kanë thonë shumë që ky vend me u zhvillu deri këtu. Ka pas gabime, ju lutem. E pranojmë që ka pas gabime në të kaluarën. Në udhëheqje është bë. Absolutisht. Është bë gabim, ka pas gabime. Absolutisht. Po jo në politikën edhe mund gaboni. Por me e mohu. Për gabime merr kostën me vota, po. Eksakt. E pagun faturën. Po. Por me e mohu zhvillimin e këtij vendi në 20 vitet e pasçlirimit vendit është e padrejtë, e besa edhe du me e quajt edhe tërësisht e pasinqert. Në rast tjetër edhe mundemi edhe në një term tjetër. Ofendon mbase njerëzit. Ofenduese, linquese.